Kandidati i Aleancës Kombëtare për Integrim për kryetar komune të Gostivarit Valbon Limani në një konferencë për shtyp prezantoi, siç ai tha, vizionin dhe projektet strategjike për zhvillimin e qytetit. Një nga projektet më të rëndësishme të prezantuara është ndërtimi i urës së re mbi lumin Vardar e quajtur Ura e Harmonisë. Sipas Limanit, të gjitha procedurat administrative dhe ligjore për këtë projekt janë përfunduar, ndërsa punimet do të fillojnë në pranverë. Ura do të ketë 4 korsi për automjete, shtigje për biçikleta dhe trotuare për këmbësor. Një nga projektet më të rëndësishme është ndërtimi i urës së re mbi lumin Vardar, të quajtur Ura e Harmonisë. Të gjithë procedurat administrative dhe ligjore për këtë projekt janë ka fundi dhe në pranverë besojmë se do të nisim me punimet. Ura do të ketë 4 korsi për automjete, 2 korsi për biçikleta, 2 korsi për këmbësor. Ajo do të lidh lagjet e qytetit, do të lehtësoj komunikacionin dhe do të jep shtysë reale zhvillimit ekonomik të Gostivarit. Ai foli edhe për transformimin e bulevardit kryesor të Gostivarit, i cili tashmë ka përfunduar deri në afërsitë të Pallatit të Kulturës në një gjatësi prej 1657 metrash me 4 korsi funksionale. Kemi nisur edhe transformimin e bulevardit kryesor të qytetit. Ai tashmë është përfunduar deri në afërsitë të Pallatit të Kulturës me gjatësi prej 1657 metra dhe 4 korsi funksionale. Limani bëri të ditur se është arritur marrëveshje me pronarin e një objekti që pengonte zgjerimin e bulevardit, konkretisht objektin mes ndërtesës së komunës dhe urës ekzistuese mbi lumin Vardar. Projekti për këtë pjesë është gati dhe realizimi i punimeve do të nisë në pranverë. Po ashtu janë duke u zhvilluar bisedime konstruktive me pronarët e objekteve në pjesën tjetër të bulevardit, nga udhëkriqi i rrugës së Dibrës deri te udhëkriqi i rrugës për në spitalin e qytetit. Limani shprehu pritshmëri që marrëveshja të finalizohet në një afat të shkurtër. Kemi arritur marrëveshje me pronarin e njërit nga objektet që pengonte zgjerimin e sipërfaqes rrugore, konkretisht objekti mes ndërtesës së komunës dhe urës ekzistuese mbi lumin Vardar. Projekti është gati dhe në pranverë fillon realizimi i punimeve për këtë pjesë të bulevardit. Jemi duke zhvilluar bisedime intenzive edhe me pronarët e objekteve në pjesën tjetër të bulevardit, nga udhëkryqi i rrugës së Dibrës deri te udhëkryqi i rrugës për në spitalin e qytetit. Bisedimet janë konstruktive me besim të ndërsjellë dhe presim që marrëveshjet të finalizohen në një afat të shkurtër. Sipas Limanit, bulevardi do të zhndërrohet në zemër urbane të Gostivarit me ndriçim modern, shtigje për biçikleta dhe hapësira të gjelbëra, duke u bërë një hapësirë funksionale dhe sociale për qytetarët.